waiting list në listën e pritjeve janë të lojtarë të Ignatias. Waiting list. Po, në waiting list që nuk pritet të konfirmohet nesër. Kush list pritje me gjithë. Ujka, Sergio Ujka e Ignatias, Regi Lushka e Ignatias, po edhe Mario Dajsinani. Të tre janë në waiting list për momentin. Tani ju duhet kuptoni gjë që trajneri ka 6-5 lojtarë cili formaton skuadrën. Pjesën tjetër, pastaj lista e pritjes mund të jetë shumë e gjatë. Lista e pritjes shumë e gjatë, por që për këtë ndeshje do jenë lojtarët më të mirë në top form që janë nga ana fizike dhe dyta. Kam jam bashkohet me profesorin. Nuk ka shans profesionalisht që ai të heqë dorë nga Hasan. Nga zgjedhjet e vetë. Mund të ketë 300.000 arsye që i ka vajt informacioni që ai s'do jetë. Jorgi për ta kuptuar gjithë. Se dhe kolegja ka rrethana të arsyeshme për të çuar te kjo. Si ishte kjo? Kolegja ka rrethana të arsyeshme. Pse? Me Anglilo ishte titullar. Me Andorë në ul në stol. Pati një shkëndinë në stërvitje që të gjithë gazetarët, ne të gjithë e morëm, sigur pati përplasje Silvinho Hasani. Hasani e mohoj, Silvinho e mohoj. Tani, mbetet për konfirmuar nesër për t'i dhe të drejtë kolegës. Tani kjo është gjitha. Por është e vështirë që një trajner si Silvinho që e ka zbuluar dhe është krenaria e tij, Hasani, se Hasani nuk ka marrë kombëtare e reja. Ai e pëlqen atë stil futbolli më mur. E pëlqen atë shumë e vështirë në këtë moment e gjithë. Edhe unë jam me profesorin. Ti nuk e di a e ke parë Silvinho kur ka luajtur futboll vet? E kem parë i majt është Hasani, prandaj. Jo, s'ka lidhje, e ke kapsi mosh. Silvinho karakteristikat vetë si lojtar, karakteristika Karkaleci kishte si ky. Lojtar shumë i lehtë. Çfarë ishte kjo? Karakteristika Karkaleci, lojtar peshelet. Pra i bishë Hasani mirë, sigurisht shumë lojtar i mirë, por ky gjuhën e ka më të Hasani bishë peshelet. Peshelet i bi. Dhe peshelet dhe lojtar i lehtë është i lehtë nga i lehtë. Po që është i mirë. Kampionat evropian me ato 2 gola. Po mi mëse nuk cilësohet vetëm 2 gola. Partizani ka bërë gola. Tani ne nuk do bëjmë mundje këtu 500. Po dakord pra, po jemi në faktin që nuk është grumbulluar. Jam dakord. Po se zhgrumbulluar mund të jetë. Nesër do ta marrni vesh. Po vajza ishte që nuk grumbullohet Hasani. Ty do të javën tjetër jenë në emision, që tani po ta them. Jenë në ditën karrige. Do bëm video këtu me radhë dhe do të them, do të mbash përgjegjësi për këtë lajm, ose do të them bravo të qoftë që e gjete, sepse je protokole. Të dieleni këtu në të njëjtën që tani e konfirmuar. Vetëm nëse ta flasim seriozisht, pa shaka. Nuk bëhet gallat me ekipin kombëtar kur grumbullohet kombëtari në një ndeshje kaq të rëndësishme. Nëse ai futbollist ngel jashtë, o duhet jetë i paralizuar. Po pse duket do i çuditë? Në kampionatin evropian ty duhet ngjelit Cikalldeshi, të ngeli Uzuni, që të u habit gjithë dynjaja. Ky ekip që çon ta çojë atje. Vakti më, po më tregon argumenta. Ju kishte vakti më tikshë. Po si kanë planet e veta, nuk i kishte të përzgjedhurit e vet. Po, këtë e ka zgjedh vetë, e ka marrë vetë, është lojtar produktiv, është lojtar produktiv, ka shnu gola më shumë se gjithë të tjerë në këto sezone dhe po Cikalldeshi ishte 40 vjeç. Gjithë elaboratorët Cikalldeshi ishte lojtar i formacionit. Si, Cikalldeshi na treguar të ne këtu po diskutojmë për brojën, në pikë pyetje se vetëm ka një gol, nuk ka minuta. Nuk dhe sa Hasani atje me ekipin e vet nuk ka minuta. Nuk ka. Pra, për te dëshirës së Silvinhos, nëse ky është i pamundur, nuk ka marrë minutazh dhe nuk ka gjendje kondicione në këmbë, e lën jashtë nesër me Serbinë. Jo, në ekip kombëtar do e thërrejë. Do ketë ndryshime lista si me gjithë çfarë do. Shkën vështrimi tënd. Nesër, se sul do t'i lojtar. Mund të dalë, Landi, nuk del dot nga formacioni jashtë liste. Po ka keq dashni nga ana Silvinhos, ta ka logjik taktike, e kupton. Doli Seferi për ashtu. E ke rastin e tij. Dali vetëm për çështje disiplinore. Po mi profesor se ndodhi një gjë këtu, më fal, vetëm një moment argumentoj. Taulan Seferi ka qenë i padiskutueshëm në Europian. Ka qenë lojtar që grumbullonte në çdo Çfarë ka bërë kampionati shqiptar. Diçka nuk ka bërë, i ka tërbuar gjithë, edhe marrin për çdo gjë normale tash. 10 minuta, ta heqin me futbolliston, se nuk ka gjithë 10 minuta po i ka mësuar që shkrihet ekipin qeshor, në shtator ndërtojmë ekip 3 me 22 lojtarë. E dikush nuk bën sens. Që vetëm pse ndroi me Andorën, mos gabojmë. Nuk e futi fare. Nuk e futi fare dhe pati replika që pse dhe gjithë shtypi, pse nuk luajti Hasani. Ore ka i neshi e do më të ulë në stol.
Se ne diskutojmë për brojën që nuk po bën gol, nuk po bën gol. Disa ndeshje që nuk po luan. Gjithashtu nuk po përmbuhet as në ndeshje nga ekipi vet. Pse nuk kjo edhe kush bën problem, mos aktivizimi i Muçit bën problem të madh. Patjetër Muçi do të aktivizohet. Po se Hasanit lundo, po se nuk është kondicion e vetë, ky nuk e thret në një ndeshje. Nuk do të thotë që ky s'bën më. Nuk tham këtë neve. Ne tham tjetër që ne tham nga 11-ja dali jashtë liste. Po del mos e kush e di si është arsyeja. Dani po sot për çështje disiplinore. Vetëm profesionalisht ajo që thoni ju. Vetëm shumë e vështirë ai që dollën. Aq më tepër ai trajner. Aq më tepër vetëm arsye shëndetësore. Aq më tepër në mënyrë absolute për asnjë arsye tjetër, sepse ai duhet pranoj konfliktin një herë, pastaj thotë që se marr. Por nuk zbehet Hasani. Palët e kanë mohuar, ne po flasim në logjikën profesionale të gjash, nga që s'ka asgjë profesionale në Shqipëri, ludoni për çfarë doni, jepi. Po më nuk po shama nuk Thelbi qellon. Nuk ulën vlerat e Hasanit, pse nuk e mori në një ndeshje ky profesor? Nuk ulën vlerat e Ka një arsye, vajza thotë që nuk është nesër. Ta dëgjojmë nesër pse nuk është. Se do japë argumentin ai. Patjetër.